presione. Pse po e lyp, nuk e me gjetë kur. Ne kom thonë, kom e lyp tonë jetën, edhe në qofse veç një thuve gjojnë dikun, veç me di që kom vërosa thubile. Unë e thash edhe sot kom presione, pse po e lyp, nuk e me gjetë kur. Bile kam prej njerëzve kështu të afërt shumë. Po, unë e kom thonë, kom e lyp tonë jetën, edhe në qofse veç një thuve gjojnë dikun, veç me di që kom vërosa thubile. Pse presione për mos me lyp? Edhe mu mbajnë me dyshu. A është presion që thuhet nuk gjinde njerëz, disa njerëz nuk gjinde prej luftës? Shifta kanë pas mundësinë, edhe shërbimi sekretit edhe kanë pas mundësinë, se kanë pas pushtetin dorë. Mi zhduk, mi djeg, mi të në... nuk e di. Edhe mu më bënë dëshin shumë kjo. Pse po e lyp, s'ki me gjetë kur. Bile më kanë ardhur të shtëpia 2 vet, nuk i përmeni me emna, sash momentin, dhe sa të presa dënën. Edhe ma kanë marrë telefonin, ma kanë largu prej vete se mos po inqizoj. Edhe telefonat e vet, edhe më thamë se po e lyp, thash nuk po e lypi vllaun tem. Vllaun tem po e lypi, nuk po e lypi dikon tjetër. Thash po edhe dikon tjetër, si rastin e Hysenit kom e lyp. I zhdukun, e pret familja me madh, një informat, ku ndodhet, çka ka ndodhur me ta. Edhe nuk di. Është me harxhu shumë energji deri tash, tu e kërku. Po, ma shumë energji psikike se sa fizike. Se këto presione këto e ma të vështira. Jo që i frikojnë a presione, se s'bi kur në ndikim të asaj, po pse do të me ndodh ajo? Pse?